Mirela Kumbaro ka një karrierë të gjatë akademike e më pas ka kaluar në politik. Edhe pse ka mbajtur poste shumë të rëndësishme dhe ka patur një karrierë të gjatë politike, ajo ka qenë gjithmonë e kujdesshme që të mos bëjë publike jetën e saj private. E kujdesshme që të mos flasë më shumë se sa duhet. Ajo thot se bashkëshorti është gjysma e saj më e mirë. Megjithatë, interesi për jetën private të ministres është shumë i madh. Ajo është nënë e 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djali. Vajza quhet Sara, ndërsa i biri Tomi. Fëmijët e ministres kanë preferuar të ruajnë një imazh të ulët në publik, duke mos qenë asnjëherë në vëmendje të medias. Megjithatë, ato me raste ndihen të prekur kur shohin se në media mamaja e tyre po shënjestrohet pa të drejtë dhe po ekspozohet te sulmeve politike. Ndërsa bashkëshorti i ministres nuk ka të bëjë me politikën, edhe pse e shohim shumë shpesh në ekran dhe në studio të ndryshme. Mirela është e martuar me gazetarin Aleksandër Furxhi, i cili për disa vite ka dhënë lajmet në Vision Plus dhe ka drejtuar një emision politik. Dashuria e tyre ka ditur të rezistojë kohës, sepse të dy janë njohur që kur kanë qenë student, edhe pas shumë sfidave që normalisht i kalon çdo familje, ato edhe sot janë së bashku, më të dashuruar se kur. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund. Na tregoni në komente çfarë mendoni për ministren Mirela Kumbaro. Ne i lexojmë të gjitha komentet me shumë kënaqësi. Mos harroni të lini një like dhe të abonoheni në kanalin ton të YouTube-it për më shumë lajme interesante.